Oficeri i forcave operacionale Igli Axhiaj do të qëndrojë në burg deri në përfundim të hetimeve. Ky ishte vendimi i gjykatës së posaçme këtë të premte, teksa la në fuqi masën e dhënë. Axhiaj ra në pranga një ditë më parë pas një operacioni të përbashkët mes Italisë dhe Shqipërisë, ku u godit një grup kriminal që dyshohet se ka trafikuar nga Amerika e Jugut drejt Europës 1.3 ton kokainë. Para togave të zeza, punojësi policisë që po konkuronte për grad ka mohuar akuzën duke pretenduar se emri i tij është keq përdorur nga të tjerët, pasi ai vetë nuk ka qenë përdorues i rrjetit SkyECC, komunikime të cilat në seancë u paraqitën si prova. Axhiaj akuzohet për korrupsion, shpërdorim detyre dhe nxjerrje të sekretit hetimor. Ndërkohë, tre të arrestuarit e tjerë, Astrid Lupi, Altin Shehaj dhe Erald Salla, do të dalin para gjykatave të rretheve, pasi u vendosën në pranga me qëllim ekstradimin drejt Italisë. Gjykata e Brescias lëshoi gjithsej 24 masa sigurie, nga të cilat 10 u ekzekutuan në Itali, 3 në vendin tonë, ndërsa 3 anëtar të tjerë të grupit dyshohet se fshihen po në Shqipëri. Kokaina vinte në rrugë detare nga Amerika e Jugut drejt Europës Veriore dhe më pas me rrugë toksore e fshehur në kamion dhe autobus, vinte drejt 6 bazave të shtrira në të gjithë Italinë, që drejtoheshin nga shqiptarët.